Përgatitja e objektivit. Objektivi i qartë në mendjen e edukatorit dhe përkujtimi i tij në situata të përditshme e ka rëndësinë më të madhe në procesin e edukatorit. Ai është shkaku kryesor që çon në shfrytëzimin e ndodhive edhe sqarimin e tyre, duke qenë se e rrënjos bindjen në objektivin dhe i përkrah domethënjet e tij. Dallimi në mes mësuesit dhe edukatorit. Edukata nuk është transmetimi i informacioneve të dobishme prej brendësisë të librave në mendjet e nxënësve, derisa ajo të bëhet pjesë e memorjes së tyre, por synon mbjelljen e këtyre informacioneve në sjelljet e tyre, derisa ajo të bëhet pjesë e personaliteteve të tyre. Pikërisht, ky është dallimi në mes mësuesit dhe edukatorit. Edukatori patjetër duhet të përkujdeset për veten. E rëndësishme për edukatorin është të përkujdeset për veten dhe të i vendos pikat e dobta të tij në lupë precize, që të mos ngjyroset me to. Ai që e merr edukatën prej tij, nxënësi apo fëmia e të tjerë. Pa qëllim. Thuhet një fjali: morali është me karakter tejkalues. Zhvilloje veten tënde. Edukatori i cili nuk e avancon veten dhe nuk e shton dieninë e tij, është sikur thot Imam Abdurrahman el-Mehdi, Allahu e mëshiroft, për ata dietar të hadithit që përkushtohen me transmetimin e hadithit, në anën tjetër nuk merren me shtimin e dienisë. Ai tha, dietari i hadithit është sikur ndërmjetësuesi në shitblerje. Nëse mungon për 5 ditë në treg, i ikin atij çmimet e tregut. Te nxënësi apo fëmia, lë gjurmë negative ndjenja se edukatori është harxhuar në dieni. Ekzistojnë 2 lloje të prindërve. Njëri lloj përkujdeset për edukimin e fëmijëve, dhe ata i vendos në krye të listës së prioriteteve të tij. Lloji tjetër përkujdeset për tubimin e planeve të ndërtimit dhe tokave, ndërsa fëmijët i lë anash me mendimin se po e ndërton dhe siguron ardhmërinë e tyre. Njëri ndërton burra, e tjetri ndërton fshatra. Sa dallim i madh në mes të arave dhe burrave. Përfitimi prej atij që merr edukat, qoftë nxënës apo fëmijë. Trajtoje atë që je duke edukuar asisoj që edhe ti të mund të përfitosh atë mësosh prej tij. Prej mjeteve më të mira për të mësuar a përfituar prej teje është ndjenja e nxënësit se edhe ai është duke e dhënë a duke kontribuar. Respektimi i prioriteteve. Edukatori i shkath mund ta bëjë dallimin në mes të prioriteteve dhe madhësisë së urdhresave dhe ndalesave. Ai bashkëvepron me çdo urdhresë sipas madhësisë së saj të natyrshme dhe nuk paraqet entuziazëm të njëjtë për 2 çështje të ndryshme. Si shembull, mos përkujdesja për namazin nuk është e njëjtë me thyrjen e gotës. Mos kryerja e obligimeve shkollore nuk është e njëjtë sikurse mos kryerja e obligimit fetar, e të tjera. Në hadithin që e përcjell Muadhi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, pejgamberi, lavdrimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, i thot atij: ata tregoj për kreun e çështjes, shtyllën e saj dhe kulminacionin e saj. Ekuilibër po, barazi jo. Ekuilibri në edukim nuk do të thotë që të japim sasi të barabartë të përkujdesjes për gjëra të ndryshme, por çdo gjëje të ja japim sasinë që e meriton. Të drejtat janë të shumta, por ato nuk janë të barabarta. Mëshira nënkupton përqimin e dobive. Prej mëshirës së prindit për fëmijën e tij është ta edukojë me dije dhe punë. Ta largojnë nga dëshira dhe pasionet që e dëmtojnë. Kur prindi nuk kujdeset për fëmijën dhe e praktikon edukimin e tij, kjo tregon për mëshirën e vogël që e ka prindi për fëmijën. Edhe pse ai mendon se e mëshiron, kujdeset për të dhe e rehaton. Kjo lloj mëshire është e shoqëruar me padije. Mëshira është cilësi që nënkupton përqimin e dobive dhe mirësive deri te njeriu, edhe nëse nefsi i tij u rën dhe i duken të rënda ato. Kjo është mëshira e vërtetë. Shpirt butësia në edukat.
Shpirt but në edukat do të thotë të jesh i lehtë në sjellje, të i durosh të metat apo gabimet, të bësh durim gjatë përmirësimit të gabimeve, ta projektosh arritjen e suksesit, qoftë edhe pas një kohe. Me shpirt butësi nuk nënkuptohet t'i alosh dikujt tjetër kompetencën e çështjeve apo pa qenë impret dhe mesatar. Dobia e shpirt butësisë është se përfiton për krajen e Allahut, nuk i largon njerëzit, ndihet i sigurt dhe është më i pranueshëm te ta. Pejgamberi lavdrimi dhe paqja e Allahut qofshin për të thotë: Me të vërtetë Allahu është i butë dhe e do butësinë. Me anë të butësisë e jep atë që nuk e jep me anë të ashpërsisë dhe çdo gjëje tjetër veç saj. Imam Neveviu, Allahu e mëshiroft, thotë: Edukatori duhet të ndjejë dhe mshuri për nxënësin, të përkujdeset për të mirën e tij, sikurse që përkujdeset për të mirën e vetes dhe fëmijës së tij, të jetë i mëshirshëm ndaj tij, sikur të jetë fëmia i tij, të kujdeset për dobitë e tij, të bëjë durim kash i sjelljes së keqe të tij, të arsyetoj për mangësitë në edukat dhe për veprimet e pahishme që burojnë ndonjëherë prej tij. Njeriu është prej e mangësive. Drejtësia në mes të fëmijëve. Një burr ishte me pejgamberin, lavdrimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, dhe ndërkohë erdhi i biri, të cilën e puthi dhe e uli në prehër. Pas tij erdhi e bija vet, të cilën e mori dhe uli në krah të tij. Pejgamberi lavdrimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, i tha: Sikur të ishe i drejtë në mes tyre, do të thotë në puthjen e tyre. Drejtësia në mes të fëmijëve nuk ndërlidhet vetëm me çështjet materiale, por ajo i prek edhe çështjet morale e shpirtërore. Prandaj selefi, apo gjeneratat e para, e pëlqente të ishin të drejtë në puthjen e fëmijëve. Njohja e realitetit. Omeri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, thoshte: Njerëzit më tepër i ngjasojnë kohës në të cilën jetojnë se sa baballarëve të tyre. Largpamësia e kthjellë të edukatorit për realitetin, ambientin dhe dëshirat e atij që edukon nxënësit fëmijës, e ndihmon atë që ta edukoj dhe ta përgatit me atë që i përshtatet. Pejgamberi lavdrimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, kur e dërgoi Muadhin, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, për në Yemen, i tha: Je duke shkuar te një popull që janë idhtar të librit, që kështu të përgatitet me atë që u përshtatet atyre, për t'u paraqitur Islamin.